Në një mbledhje të zgjeruar të grupit parlamentar të Partisë Socialiste këtë të shtunë, kryeministri Edi Rama ka shpadhur nisjen e turit kombëtar punët e Shqipërisë, një seri takimesh me qytetarët në terren. Aktiviteti synon që deputetët, ministrat dhe kryebashkiakët të njihen nga afër me nevojat dhe pritshmëritë e banorëve në zonat e tyre elektorale. Turi do të zhvillohet në mënyrë progresive deri në 12 qershor, datë që përkon me 35 vjetorin e themelimit të partisë. Çdo javë do të ketë tematikat veçanta, ku nisja do të përqendrohet te procesi i integrimit të Shqipërisë, i konsideruar si prioritet strategjik nga mazhoranca. Përveç takimeve të përgjithshme, kryetarët e bashkive pritet të zhvillojnë edhe konsultime direkte me qytetarët për të raportuar mbi realizimin e premtimeve dhe projektet e përfunduara. Ky aktivitet përfaqëson një projekt për të forcuar komunikimin me komunitetet dhe për të mbledhur informacion mbi çështjet më urgjente me terren. Mbledhja u zhvillua në pallatin e brigadave dhe morën pjesë jo vetëm kabineti qeveritar, por edhe deputetët e mazhorancës, por edhe drejtues të institucioneve të varësisë. Përveç turit u diskutuan edhe projekt ligjet e ardhshme, reforma territoriale dhe zgjedhore, duke e bërë këtë takim një moment të rëndësishëm për planifikimin politik dhe strategjik të socialistëve në muajin e ardhshëm.